Shka pse bën front me këta? Pasi të ketë marrë mandat nga partia, i kishte përballë, i tha jeni sherishkët, se mori seriozisht, e të flasun, jo, ju tha, janë këta. Tjetra, kur erdhi puna që u shtrëngu, pse s'ka protesta, tha, do bëjmë, tha, analizën. Pasi të bëjmë analizën, tha, do fillojnë protestat. Këti gju për analisti vlasë, unë s'ka farë. Atëherë, në qoftë se një parti është atrofizuar, nuk funksionon. Nuk ka demokraci. Pse? Çka ka ndodhur për mirë? Ti di më shumë se shumica e njerëzve. Shiko, unë di, po dhe s'di. Po sepse di se ke informacion kam fjalë. Kam informacion, por nuk është se mua më vinë thon, ata pinë kafe dhe than këtë. Por unë shoh ujkun. Ujkun. Kush është uju? Ujku, jo gjurma, është Sali Berisha bën sikur bën opozit. Sali Berisha e lodh elektoratin. Po themi elektoratin. Dhe Edi Rama vazhdon rrim pushtet dhe shton. Berisha bën me qëllim këtë që Edi Rama të rrim pushtet? Absolutisht, është biznes. Është biznes. Shiko, edhe unë do të dyshoj te këto, po duhet t'ja vërtetoj më mirë. Se duhet cili është fakti, një dokument, se ti për shembull te çdo emision investigativ që ke bërë thuaj, urdhëro zotëri. Edhe të kanë mbyllur gojën njerëzit. Sa herë jemi ballafaqur te Ora News. Urdhëro këtë, për jashtë. Tani, cili është dokumenti që ti jep që Sali Berisha bën biznes me Edi Rama? Se kjo është. Po janë ca dokumenta. Ke dokumenta? Jo, s'kam unë, janë ca dokumenta që duken sa i mal në Tiranë. Dokumentat e ke fjalën bashkëpunor. Jo, duken them mënyra e sjelljes. Për Kullën Mountain. Gjomar burr kisha për atë. Atë thash unë se the ti. Po se ti po e thu, unë tash nga ty po e marr vesh. Pse ka kull? Aça je një ti. Do ti thuaj që Berisha po bën biznes me Edi Rama? Tani, kjo është pjesa, po themi, jo në kuptimin e keq, vulgare e muhabetit. Do të thonë, ne biznes quajmë kur ndajmë pazare me lek, me kështu gjërash. Biznes është politika. Do të thonë, George Orwell te libri i tij e sakson. Cili nga ata dy? 84. Nuk qëllimi i tyre nuk është paraja, qëllimi i tyre është pushteti. Dhe një njeri që ka pushtet ose një sistem që ka pushtet, i ka të gjitha. Enver Hoxha ishte me një rrog 12.000 lekë, ku diun se sa kishte, ai 20, nuk e di. Por Enver Hoxha kishte gjithçka. Enver Hoxha mjafton të kthente kokën dhe bëhej. Ndërkohë njerëz me pasuri shumë të mëdha në Shqipëri nuk mund të bëjnë dot gjë pa patur lejen e Edi Ramës. Që unë e konsumoj në shumë studio dhe unë jam personi i parë dhe i vetëm që kam futur në Shqip termin oligarki siç është, pra pushtet pak duar, dhe gjithë e marrin dhe oligarkia transferojnë direkt te biznesi. Pra, një njeriu me lekë i thon oligark, që është tallje me termin, se oligarki mund mos jesh, mund të jesh edhe ti, mund të jem dhe unë, një person që është brenda sistemit dhe luni granazhet. Dhe ka të tillë. Dhe kjo është oligarki. Oligarki, pra sistemi që ne jetojmë, është oligarki. Do me thonë, një gjë që ka denoncuar zëvendës kryeministri Erion Braçe. Erion Braçe thot, javën e kaluar, goditja që i bëri fermerëve tek qumshi Edi Rama në Verë, që i kërkoi nipsin e këto, favorizoi, thot, shkatroi baxhët dhe favorizoi fabrikat këto. Atë kjo është oligarkia, më burr, ka interes. Qartë. Një klasë caktuar, një klasë caktuar ekonomike. Edhe bëjnë këtë. Ndërhyn tek politika dhe politika e bën këtë gjë. Tani, Armir, vetëm ta mbyll këtë. Ke dëgjuar Berishën të flasi për këtë? Për qumshin? Po. Për gjizën, për kosin? Për gjizën, për kosin? Ka folë për të bardhën, kokaina, Maduro këtu, por këtu jo. Pra, në qoftë se nuk flet, do të thotë që ka bëjë gjë shumë bukur. Po. Vërtet opozita nuk ka folur fare për Bulmetin, për qumshin, për djathin, për kosin, për gjitha në produkte të tjera. Për gjizën, po dhe si thaj ne jemi ai ka e vazhdoj. Armir, ti e bëre kot të ndërpres të mbaroj. Se unë tani kohë kam. Jo, ke kohë. Se jo, tani duhet kaloj te qeveria unë, po ça ti e mbyll. Kalo, jo prit se s'kemi fol për qeverinisht ne. Po jo, s'kemi fol, duhet të flisim më shumë ne, po ti e mbyll me opozita bën biznes me qeverinë, kot që flasim me opozita. Në qoftë se Shqipëria nuk kupton, shqiptarët nuk kuptojnë që është një oligarki dhe të gjithë janë aktor, e kanë kot. E kanë kot dhe në qoftë se nuk lexojnë këtë që po ndodh, që të gjithë çfarë duan, të ikë Edi Rama. Të ikë Edi Rama për mua, e kam thënë dhe diku tjetër, është pika A e segmentit, aty fillon. Kurse këta e kanë aty mbaron.
Në qoftë se unë kam segment, ikje Edi Rama për të arritur diku, pra për të risjell lirit, për të sjell demokracinë, për të liberalizuar tregun, këta janë autobusi i Unazës. Pikën A e quajnë dhe pikë B, i bën xhiro dhe ndron shofer, zbresi Edi e typi Saliu, ose Lapaj, ose tjetri. Të gjithë këtu janë. Unë nuk kam nga këta dhe do të shkoj pas një force politike që mo do më tregoj pikën B. Pra të thoj, ky sistemi kapur do të çmontohet. Do të më etiketoj, se qoftë thua narkoshtet, do të më thuash si do ta shkatrosh narkoshtetin. Çfarë do të Jemi narkoshtet? Për mua po. Jemi narkoshtet. Absolut. Në nivele të larta bile. Në nivele të larta të kokainës. Si vërteton këtë? Ka emra, mo nuk mban fort, dhe prandaj merr me këto tjerat, po ke emra në kupolën atyre që qarkullojnë kokainën në botë, ka shqiptar. Dhe kjo vërteton që ne jemi narkoshtet? Jo, kjo vërteton që në portin e Durrësit, për shembull, prej shumë vitesh nuk është ka pas 1 gram kokainë, për shembull. Kjo vërteton që ndërkohë që ekonomia formale, pra unë dhe ti, që marrim rroga jo të këqija, nuk blejmë dot, mbas edhe një makinë, çmimi i apartamenteve vazhdon rritet, numri i popullsisë bie. Ky është argumenti që jemi narkoshtet? Këto janë para, po, këto janë para. Jo, se mua më trëm vetë dhe unë nuk e pranoj dot veten që jetoj në një shtet që është narkoshtet. Dhe ky shteti narkoshtet është kandidat për antar e BE-s. Po, do të flasim çik për këtë kandidat BE-s? Atëherë. Unë për veten time po ta them ty. Sepse djalë mendje hapur dhe je koleg që lexon. Unë besoj që Edi Rama nuk ka asnjë lloj interesi që Shqipëria të hyjë. E gjithë është teatr. Dhe Edi Ramën, ky narkoshtet nuk ka për ta lënë të hyjë, sepse në moment që Shqipëria bëhet antar e BE-s, atëherë kontrolli dhe kjo parajsë atyre zhduket. Domethënë ti thua mirë që në 2029-2030 Shqipëria nuk antarësohet në BE. Në qoftë se nuk ndërhyn amerikanët, pastër fare amerikanët këtu, pra të largojnë kokainën që këtu, Shqipëria nuk ka shans. Fakti ka ardhur këtu dhe gjithë vëmendja është në luftën ndaj trafikut drogës, sepse deklaratat e ambasadës amerikane. Po pse trafiku drogë këtu? Pse ti thes, bë pyetje më pse është narkoshtet? Po jo, kjo më thënë që jemi narkoshtet, se s'bëhet trafik drogë, thashë nuk ka trafik droge, po narkoshtet është. Po çfarë kupton narkoshtet? Kot me të thonë. Çfarë do thotë narkoshtet? Që është për shteti, kaq. Po fiks. Lane, u kam ndërtuar me ca çuna shumë të mirë Berac që kanë punuar në Zvicër, po. Po. 96 ikën çuna shumë të mirë që ndroqën njëri tjetrin, vërtet çuna shumë mirë. Bënin trafik droge? Po. Edhe ti rrihe me ata? Po. Mirë, mos më zgjinje kështu tani. Po. Se unë të kam shok, të kam mik. Gandhi që vishte lakuri që rinte mes femrave lakuri që thoshte e bëj që mos të ndohem. Për këtë kam bërdo. Sa e bukur kjo! Do Gandhi rinte lakurish me femra lakurish që thoshte e bëj që mos të ndohem. Po në fakt ç'a ndodhi? Nuk u të ndua. Ku e di ti? Ma jep fakte. Kthehemi tek këta djem, të cilët dikush përfundoi kështu, dikush ashtu, dikush. Po të gjithë u largun nga ajo, sepse më thonin që shteti zviceran, ne kuptuam që e lejonte vetë atë gjë. Pse lejonte? Se natyrisht pjesën e çdo shtet ka krimin. Dhe çdo shtet ka vesin. Vesin e qeverisë krimi. Në qoftë se hyn shteti, pra në qoftë se neve do të kishim për kinkaleri, hashash, edhe ti thosh lutem jep 2 viza për gruan, shteti kishte ka mbaruar. Qoftë se shteti vetëm mes kryeqytetit, shtëpi publike ka mbaruar. Këtë lloj cipe e ruan shteti dhe ja lë duke kontrolluar krimin, por duke kontrolluar që mos arrin nivele të caktuara. Kjo perde tashmë është çfarë? Krimi, ose më saktë nuk është qep ndonjëherë. Krimi ka pas qarkulluar legët në ekonomi, krimi i ka kërkuar ndihmë politika, krimi ka hyrë në politik dhe krimi sot vazhdon ka ekonomi, politik, krim janë një ndërmarrje përbashkët, joint venture. Tani, unë e di që ti ke shumë kritika për Edi Ramën, edhe për qeverisjen e tij, po të bëj një pyetje anapulla, si thon grekët. Çfarë i vlerëson Edi Ramës? Ka 13 vjet kryeministër, ka bilancin, po the faktet unë, më të mirë personal me çdo politikan në këto 35 vjet, më të mirë se Berisha, më të mirë se Nana, më të mirë se Meta Majko, është jo vetëm rekordmen si kryeministër, sepse i pari është
Mehmet Çeu me 27 vjet e 3 muaj, i dyti është Edi Rama deri tani me 13 që do shkoj 16 janë gjasat. Pastaj ka lënë pas edhe Enver Hoxhën, edhe Adil Çaçanin dhe Sali Berishën. 11 vjet kryetari i bashkisë, 2 vjet ministri i arsimit, tani kulturës. I kulturës, më fal. Tani Edi Rama, tani këto janë fakte. Në aspektin personal, Këto janë statistika. po pra fakte, statistika, po fakte. Sepse nuk janë thjesht 2 dhe 2, po do thonë ai i ka të bilancit të tij personal në karrierën politike. Po. Tani këtë e vlerëson këtë, se kjo është aftësi. Çfarë duhet të vlerësoj? Që të bilanc pra? A e vlerëson të bilanc? Jo, për mua është një statistik. Pra ky njeri ka kaq kohë këtu. Unë vlerësoj tek ai Po. pjesën e pa skrupull që unë se kam, Po pjesën e intrigës që unë se kam. ti nuk konkuron me Edi Ramën, që ta kesh. Jo, pra mirë. Ti mund ta thoshte Berisha, mund ta thoshte Meta, po jo ti. Po, Ti investor. jo, ata e kanë. E kanë edhe është konkurrencë me njëri tjetrin.